Jemi kthyer pas pushimit për përcjell edhe pjesën e dytë të ndeshjes apo themi klasikës së basketbollit të Kosovës në mes të Pejës dhe Trepqës në kuadër të xhiros parafundit të pjesë rregull të sezonit apo kampionatit të Superligës së Kosovës në basketbol. Po shihni edhe statistikat e të dy skuadrave, përqindja e efikasitetit nga loja për njërën në skuadrën tjetër e po ashtu edhe tentimet për 2 dhe 3 pikë, por edhe aspekte tjera. Tartan Berisha që pjesën e parë e mbyllë me 12 pikë, vetëm një pikë dyshifrore, kur po atë dha shpërtimin e tij me ato treshët, i cili pjesën e parë mbyll me 50% efikasitet nga distanca 2/4, ndërsa gjuante 100% për brenda perimetrit, 3/3. Përveç tij, Dek Pejanët ikpe në aspektin e topave të rikuperuar, kontribuoje me 5 rebounde, por jo larg qëndroi edhe normalisht Agresionas me 7 pikë, 4 rebounde. Në anën tjetër po e shihni pra në ekran realizatore më të mirë tek Trepqa dhe jo vetëm, por për momentin edhe në kosha shënuese më mirë në këtë mbrëmje me 16 pikë dhe efikasitet 77% nga loja, 7/9, duke gjuajtur 5/7 për 2 pikë, 2/2 për 3. Cotton që përveç 16 pikëve kontribuoi edhe me 3 rebounde në 13, pak mbi 13 minuta sa luajti në total në 20 minutat e pjesës së parë. Nisë sheregu i 3 dhe pjesa e dytë në Karagaj të Pejës. Të shohim çfarë do na sjell pjesa e dytë. Kujtojmë njerë sa i përket përballjeve të ndërcjella këtë sezon në Super League, se cila prej tyre kanë arritur të marrin fitore në ndeshjet si vendas, pra në 2 takimet në Mitrovic, edhe pse ai dyti ishte në rezultat të ngushtë. Njëjtë edhe në Karagaj të herën e kaluar, kur po ashtu me 1 pikë, sikurse në Mitrovic që fitoi Trepqa dhe Pejanët në të njëjtën mënyrë. E kjo edhe paktën për ekipin vendas. Dhe të mund tjetë aksionin mbrëmjes. Alley-oop, po Towns në asistimin aty për Chris Jonas. Nuk ka pik tani për Trepqën. Isha angazhon me një herë aty. Ikpe, por vjen blokada nga prapa. Nuk arrin për kundër topit të rikuperuar që të shënon, do nuk ka e në anën tjetër. Cotton është fauluar. Shojmë njerë atë shënimin më herët të Chris Jonas me një super asistent të Towns. Shojmë Cotton, vinin gjuajtjeve të lira. Shëpasë vetëm një tentim gjatë pjesë së parë, nuk shënon atë dytën. 24, 3 pikë e përsi për Trepqën. Berisha, Chris Jonas. Shojmë këtë duel me Dardan Kapitin, insiston Chris Jonas. Vit pikët me faul. Duke arritur që sigurisht një bën një gjuajtje të lirë, të cilën
Nëse e realizon do të kemi rezultat të barabartë pas një kohë të gjatë, por duke ditur që nuk është forteja e ti gjuajtjet e lira. Ja, normalisht është një aspekt ku qalën agresionas, me gjithat harin ta rikuperojnë topin aty Pejanët. Kemi 14 sekundë. Towns. Shkanteri në fond aty, por nuk arrin të shënon përsëri Ron Ukaj, sigur se edhe në aksionin para prak. Green. Daris Loja. Pikat nuk pranohen. Sekonda për këta aksion Green për Kmušić. Mjaftueshëm i rën hapësirën aty me atë humbjen e kuilibrit Towns. Basketbollistit të Trepçës që të shënoj tjetër 2 pikësh. Të pra kjo tjera Sammy Hunter. Tjetër nuk ka shënim. Sajrale përsëri rikuperon topin me rebound në sulm. Ron Nuka, por dallim nga dyrat e kaluara, këtë herë asiston tek bashkëtari i tij. E në anën tjetër. Shëmania këtu. Gabim nga Cotton. Ka pik tani për Pejan. Green. Kemi faulin nga Marquez Towns. Do tjetë kjo personalja dytë e tij, po. Loja me një tjetër 14 sekundë për Trepçën. Fauli Sammy Hunter. Personalja e dytë. Ron Ukajnë dërsa Shojma Hunter në vinë gjuajtjeve të lira. Shtjera e parë në këtë pozit Hunter sonte. Kjo minutazh i lartë për Hunter erdhi si pasojë pikërisht atij që tani do të kthehet në parket pasi shkaktoi 3 personale shumë herët. Fjala është për Myers. Berisha. Por sëri hedhë në tjetër rebound në sulm nga Ron Ukaj. Kësaj radhe shton edhe 2 pikshin. Janë pikën e tij të para pas 3 tentimeve të pas suksesshme brenda perimetrit, por me 5
rebound e 3 në sul. Ka piti në anën tjetër, nuk ka shënim. Kujtojmë rezultati është i barabartë, ndërsa Green e ndalë akcion e pejamve me faul e shfrytëzohet ky moment tani për të kryer ato zëvendësimet e paralajmëruara. Largohen kapiti Hunter, kthehet Myers dhe Tridon Hajrizi. Towns për 2. Dëzeten 27. Dhe pas një kohë të gjatë kemi këta e përsi të pejamve. Shtë ndalur Towns. Ukaj, shkon deri në fund, por hipo fat. Mirë po, intercepton atë pasim me gjitha të, duket se bashkë me topin, përfundojnë out Towns. Ashtë pra, pas një kohë të gjatë, keme e përsin e skuadrës së PS. Edhepse 2 pikë, kujtojmë nga Qereku i parë. Herën e fundit kur penët ishin e përsi. Ishte tek rezultatin 11-9. Ka kërkuar në pas përgatit time-outin Beqiragic, derisa po një tjetër akcion të shpërdoruar nga Trepçat. Shohim tani Berisha me Gresionas, nuk ka shënim. Topi me gjitha të do tjetë përsëri për pejen, duke që Hajrizi ka luajtur i fundit. Tani Myers me Hajrizin aty në tandem. Marin topin dhe kjo talje shpejt që rezulton me pikët e shënuara përmes Junior Matut. Parazohet rezultati. Hajde qoj një tjetër dram. Edhe pse ka javë deri në fund. Tani Trepçan mes Hajrizit aty. Shtë fauluar veterani. Kemi faulin nga Ronukaj. Tajnjeri për janë pushon tani të rej lojtar Berishën, Towns dhe Ikpen. Dërsa Hajrizi saktë në gjuajtje të lira. Kera e parë për të sonte në këtë pozit. Shëron 2-2. Në total 4 pikë nga veterani Mitrovicas.
Kemi rikohet dhe rreth 3 minuta gjysmë deri në fund të çerrekut të tretë. Për momentin janë Trepça me avantazhin prej 2 pikëve. Amin Hot. Luka i lëshon topin aty për Morsel, gjuajtja për 3. Sa? Kjo ballore. Reshja parë për Morsel sonte në tentimin e dytë. E në anën tjetër nuk ka pikë për musafirët. Është kthyer Towns në parket. Ja, pushim sekondësh, me njerë tentimi për 3, jo Isaac Myers me rebound. Erizi, dhe për sëri aty, pasimin për Madut, dhe njerë, Birena Erizi, në këta fade away fantastik aty, pranë Morsel, pika 6 e dritën Erizit. Lëviz rezultati dhe përsia minimale sa për njerë në skuadrën tjetër nga aksionin aksion. Amin Hot futet vetë një layup dhe tërë në fund. Janë këto vetëm pikët e para të Amin Hot sonte. Erizi da loja para praktikisht. Kemi personalen e parë për Da Silva. Erizi në vinë gjuajtjeve të lira. Para pak qastësh, ishte i sakt në të 2 tentimet. Edhe këtë herë 2 për 2. 8 pikë nga Erizi, 6 për cilave i ka shënuar në këto diku 1 minutë e pak të fundit. Towns. Qëtë Mušić, Hot. Silva për 3, nuk ka shënim. Myers me një tjetër kërcim në mbrojtje. 4 ditë nga 5 në total që ka Cotton. Myers. Shkon teri në fund. Dhe vinë pikat e rallës për Trepçën, vetëm e 4-ta për Myers. Por kjo, pasi thamë pjesën e parë, një minutash të madhe, kaloi në bank për shkak të 3 faulave të shpejt, dërso Ron Ukaj me një tjetër 2 pikësh. Myers nuk shënon, por ka faul në të. Do t'jenë 2 gjuajtje të lira. Shojnë për jetë të parë tek Bea i kuadrot sonte Shëndrit Lapi. Vine gjuajtjeve të lira.
Ndërsa kemi në këto 25-6 sekonda të fundit të Qerekut të tretë. Momentalisht si Qerek i takon Pejanve 17-15. Rezultati përgjithshëm +2 për Trepqën. Tani përfundon koha para parë për aksionin, nuk lirohet me kohë aty Tasvilla, por ashtu kështu nuk arriti të shënoj nga e opozit. Duke që këto sekundat e fundit në mbyllje të Qerekut të tretë. Topi do tjetë për Trepqën, shtë dal Myers me faul. Thuaj se fare në përfundim të Qerekut. Myers 2-2. Tani +4 Trepqa. Dhe mbyllet Qereku i tretë. Në fund me rezultat të barabartë brenda Qerekut, 17-17. Çka do thotë se Trepqa arrin, themi kështu kushtimisht, në fund të Qerekut të tretë ta ruan atë tepërsinë e pjesës së parë prej 4 pikëve. Nisur edhe 10 minutë i fundit i saj përballje e fundit në mes të dy skuadrave për këtë pjesë të rregullt të sezonit, pasi siç e thamë është gjiro e parafundit që po zhvillohet në kampionat. Ka mbetur vetëm edhe java e 28. Përndryshe sa i përket rezultateve tjera që
nga 2 ndeshjet që i zhvilluan takimet tje. Golden Eagle Ylli mori fitoren në shtëpinë taj vllaznimit. Ndërsa Bora fituan kundër Proton Cable Prizrenit. Skuadra që Prizrena se cila duket të luaj në play-in për mbjetese këtu. Myers arrin të shënon me faul. Edhe njerë. Shënon edhe gjuajtje të lirë Myers. Dhe me këto 3 pikë në të fillim të qerekut e 4. Dani Trepqa shkëputet me +7. Berisha. Be gabim në hapa. Topi do tjetë për Mitrovicasit. Cotton që organizon të sulm të Trepqës. Hajrizi kërkon një bashkëveprim me Myers. Sa kemi personalen e tretë të Grisionas. Cotton. Cjelik pe, por insiston deri në fund të teli suksesshëm. Plus 9 tani Trepqa me këtë seri 5-0 në këto 1 minuta e gjysmë të qerekut e 4. Të nda loja aty paraprakisht ka pasur faul. Një ndrimi të fish tek pejanët. Towns e Ronuka i kthehen në parket. Berisha. Krisionas një screen me të. Ai shkon në ndihmë të Towns. Jenë treshja, pikërisht. Edhe përmes asaj ndihmëse të Grisionas. Në tjetër Myers, pranon një pasim nga Cotton. Kishte një pretendim nga vendasit për faul në sulm. Towns. Nuk ka pika, Hajrizi me rebound. Myers. Është të buar që duke topi jashtë nga Grisionas. Kemi time-out paraprakisht. Edhe pse basketbollisti i PES duket se po pretendon që prekja e fundit me gjithat ka qenë nga lojtari Trepqës. Ja, kërkon nga trajneri i PES që ta sfidoj këtë vendim. Shojmë njerë momentin.
Shojmë pas time-outit Beqiragic me një tentimit Mushic për 3 aty. Nuk ka pik Towns. Rezultati momental për shini 59-67. 8 pike përsi për Tripçën. Berisha. Crossover I ti pra Najrizit, nuk ka shënim. Ato 12 pikët shënuara më herët Berisha, ndërsa tani janë edhe personalja e 4 për Myers. Është I pari që rrezikon tek Tripça dhe jo vetëm. Towns, shkoptere në fund, por nuk shënon në atë layup. Në anën tjetër të Mushic për Ajrizin. Dhe në pasimin aty, por nuk ngutën tani Mitrovica si të kanë 10 sekunda për këta akcion. Madut, nuk ka pik, Ajrizi ka rikuperuar. Mushic. Cotton për Myers. Fade away ti, por air ball. Në tjetër deli vetëm Towns. Nuk ishte edhe pozita më e favorshme për ta tentuar koshin, por ja që Towns mendoj se do të mund të shënonte edhe nga ajo pozitë e vështirë. 5 minuta gjysmë deri në fund. Madut. As këtë herë nuk është I sakt. I kpe me rebound. Shotovi aty për Dardan Berishën për të organizuar sulmin e radhës. Berisha, back pass për Grisi Jonas. Jo, nuk ka pik. Ajrizi. Edhe një tjetër kërcim. Kjo treshe ballore dhe për sëri pas një kohë kthehet e përsia 2 shifrore. 11 pikë për momentin. Qenë paka shumë periuda e njëjtë, apo paka shumë aty minutazhe e njëjtë, edhe në çerekun e dytë kur e patën krijuar atë përsin 2 shifrore Tripça prej 12 pikëve që e arritën edhe tani me të kaluar apo me të mbyllur ta themi 5 minutë që I këtij çereku të 4 të fundit ose ta themi kështu kushtimisht gjysma e parë e çerekut të 4. 5 minuta deri në fund, 11 përpara Tripça, Beja janë me topin pas atij time-outi. Berisha, është ndal loja. Kemi faulin aty nga Mikajlet Mushic. Edhe për të personalja 4 tani 2 lojtar tek skuadra e Beqiragic që rrezikojnë. Pasin e mirë aty, për pak nuk arrit të shënon Da Silva.
pasim mirë nga Morsel. Shojmë. Ajo Rizi që duket se do të pushoj në qas, pasi pom që pak mori një, nuk mund të themi lëndim, por një dhimbje momentale aty nga një përplasje fizike. Kur dhe fizike, normalisht brenda e lojës. Megjithatë është Mushic që e largohet. Një statë nervoze dhe frustrimit nga trajneri Beqiragic me lojtarët e tij që nuk duket po e aplikonin lojën dhe aksionin që kishin përgatitur. Tani ka bime nga të dy skuadrat. Berisha quan për tren, ka shënim. Megjithatë, ka rikuperuar me rebound në sol në Morsel. Kemi time-outin. 62-70. 8 pika përsi për Trepçën. Shojmë edhe statistikat momentalisht deri në këtë moment. Paka shumë nga loja përqindja e njëjtë është tek 40%. Let's go. Atë qerekun e parë që ishte më i dobti për Pejën, sa i përket treshëve janë përmirësuar. Pikërisht qereku i dytë që përmirësoja statistik. Tani tifozëria vendase në këtë mënyrë duket të vendos të minutat e fundit të përcjell aksionet e Trepçës. Cotton shënon diku 2 sekonda po mbyllur ai aksion për ta kthyer përsi 2 shifrore prej 10 pikëve. Amin Hot në anën tjetër, nuk shënon parkaritur, ta rikuperon topin me një tjetër kërcel në sol, por edhe pas tentimit të dytë nuk është i sakt. Myers, një duel me Amin Hot. Është personalja e pare, Amin Hot. Katërmbëdhjetë sekondë për Trepçën. Mushic. Berisha për ball ti, Myers, ball, Hot. Merr topin dhe
e detyron themi në një mënyrë Myersin që të shkaktoj atë faulin e 5 që e largon nga loja me 2 minuta e 23 sekonda deri në fund. Ishte personale 5 kjo Myers. Dërsa, për shkak se Pejanit janë në bonus, Amin Hot do tjetë në vinë të gjuajtjeve të lira. Nuk shënon Hot nga tentimi par. Shtera parë se unë të përbryshme me këtë pozit. As në të dytën, por kanë marrë topin përsëri Pejanët, Berisha. Berisha shkon vetë deri në fund. Ishte pika 14 Dardan Berishës. Timoshish dhe Cotton. Cotton nga mbrojtja agresive, Pejanëve del tjetë suksesshme. Morsell është dalur me faul nga Cotton. Personalja parë ti vetëm. Theje Towns në parket në vend të Hot, ndërsa në anën tjetër edhe Hajrizi. Largohet Batituna. Morsell i sakt. Qënë sonte 5-5 nga vija e gjuajtjeve të lira. 6-6, 13 pik. 66, 72. 6 për para. Trepqa ose desavantash për Pejanët, 6 pik me 2 minuta sakt deri në fund. Madur, fosh në putje, por nuk ka shënim, lay-up, Town, Berisha. Towns. Berisha për 3, për pak nuk arrin të shënon. Se një akcion goxha për taktuës, ma dje të më drejtën. Hajrizi në anën tjetër është dal me faul të Dardan Berishës. Personalja e dytë e tij. Cotton. Juan për 3, Cotton. Jenë kjo treshe që 1 minutë e 9 sekonda deri në fund dhe 9 pike përsi. Mund themi që edhe do shta është përcaktuar fituesi me atë aksionin para prak të pesë që nuk është shfrytzuar në tentim treshe të Berishës e pastaj në anën tjetër ky shënim nga Trepqa. Pra në 2 situata që përkutër shkemi edhe 1 minutë e 9 sekonda deri në fund. Besoj skuadra
e Trepqës do të arrit të administroj të rezultat, por të shojë. Ndryshe sa i përket ndeshjes tjetër në kryeqytet, atje ku ka dhe mjaft deri në fund, është çereku i 4 të Bashkimi, është me 3 pike përsi. E nëse të dyja skuadrat, të Bashkimi dhe Trepqa, marrin fitore sonte, dy pozitat e para mbesin të pa ndryshuara. Pra, Prizrenasit e Bashkimit do të ruaj pozitën e parë. Megjithëse edhe nëse këtu fiton Trepqa dhe humbë Bashkimin në kryeqytet, duelet të ndërsjella i kanë të barabarta, secila nga 2 fitore. Towns shënon në këtë dhe jap dhe ka dhe faul në të. Trepqa ndeshjen e fundit e zhvillon në shtëpi kundër Borës, ndërsa bejanët do t'jenë në Prizren tek skuadra e Bashkimit. Ajrizi. Aty vjen nga prapa Morsel tani. Pressing i Pejës. Edhe 6 sekonda, 5 për këtë akcion të shojmë Koton. Koton, gjuan për 3, airball. Asgjë nga ky tentim. 33.7 sekonda deri në fund, 69-75. Tjetër timeout. Qoj pas timeoutit, Miko Qirve, kemi këto 30 sekonda deri në fund, Berisha, ton 2 pikshin, nuk shënon, Ajrizi me topin dhe kemi faul aty. Towns
Troy Downs. Edhe një tjetër shënim e faul. Akcion i bukur ky nga Marcus Downs. 71-77. Tahmir Beqiragis tani i nervozuar me dëshimin e koncentrimit në atë moment nga lojtarët e tij. Nuk ka pika gjuajtja e lirë. Tjetër ndërprerje. Fauli i radhës. Pra e fitoren e Trepçës. Pa marrë parasysh çfarë edhe do të mund ndodhë në kryeqytet. Faktisht atë në dy pozitat e para janë vulosura, por nuk qëndron më pak ashtu nëse arrin Prishtina që të fiton atje me Bashkimin. Pasi Sigali favorizohet përballë Trepçës në duelet e ndërsjella. Sepse normalisht Trepça do të qëndrojë me një fitore më shumë, por po them duke pasur parasysh që kemi një xhiro të fundit dhe nëse kombinatorika mund dalë që të fitojë një rretun tjetra dhe të barazohen me bilanc fitore humbje. Një kampionat ky pjesë rregullt me vërtet interesant. Ka qenë e besoj faza e play-offit do tjetë edhe më interesante. Mbyllet kjo ndeshje nga Karagaj-Shtëpes. Në fund Trepça merr fitore me 5 pikë dallim, 73-78. Kjo fitore që tani më bilanci në 4 ndeshjet e këtyre dy skuadrave në këtë pjesë të rregullt të sezonit shkon në 3 fitore për Trepçën, 1 për Pejanët. Tani pra ndeshja tjetër ende është duke zhvilluar diku më pak se 3 minuta ka deri në fund. Bashkimi është shkëputur diku me 8 pikë për momentin e përsi. Dhe nëse kjo ndodh, pra që Bashkimit merr fitore në kryeqytet, atëherë pozita 1 dhe 2 në tabel vuloset. Do të shkëputemi nga komentimi për të marrë shpresoj shpejt edhe intervistat me 2 trajnerët, teksa Karagaqi do nga dalë po zbrazët pas pak me intervistat.
Jemi kthyer fillimisht me trajnerin e skuadrës së PES, ku do të bëjmë një intervistë të shkurtër sa i përket pra kësaj ndeshje. Coach, interesting game, might say, managed to come back in second quarter, but then again, a loss. Was it inevitable at the end, you think, or maybe because of some mistakes you made? I mean, for sure, Trepča is too good of a team to make this kind of mistakes what we did. So they punished every mistake. They have this quality, experienced players, very good imports. So they were better today. We missed 9 free throws, and it's hard to win a game with that many missed free throws. Another game awaits you against Bashkimi, another tough game to say. As we approach the end of the season before the playoffs, what are your expectations after this phase, because we are almost at the end of it? Yeah, I mean, we got some things to fix inside the team. We have to work on it. Hopefully we get it done by the time the playoffs start. That's why I ask, because is there enough time, you think? Yeah, there's not much time left, no. Coach, good luck in the next game and see you. Thank you. Ishim me trajnerin e PES, pra lidhur me takimin trajnerëve vetë përmendi atë që ishte evidente, pra thasha ishte evitueshme të humbja në fund, pse patën PEA momentet e veta, sidomos në çerekun e dytë. Trajneri tha normalisht kundër një skuadre si Trepča, gabimet të cilat i bëm, sidomos në gjuajtjet e lira, edhe po llogaritur pastaj çerekun e parë, por edhe çerekun e tretë brenda perimetrit, tha normalisht gabimet të tilla kundër një skuadre si Trepča në fund të kushtojnë. Në lidhje me takimin e radhës që e kanë me Bashkimin dhe duke u ndërlidhur edhe me fazën e play-offit, pasi jemi në fund të sezonit, a ka kohë trajneri që të përgatitet për fazën e play-offit, pasi ka një tjetër ndeshje të vështirë? Tha do të shkojmë atje, të shohim, do të kemi kohë që të përmirësojmë disa gabime për takimin e radhës, ndërsa sa i përket play-offit i marrim shtruar një nga një. Kjo sa i përket intervistës me trajnerin e skuadrës së PES, ndërsa e presim tani edhe trajnerin Beqiragić për të kthyer edhe marrë një pronësim edhe nga vetaj. Jemi kthyer edhe me trajnerin Beqiragić. Coach, first of all, congratulations on your win. Looking at the game that's still happening in Pristina, you might be one of the first 2 teams, but in this game, PEA had some moments, especially in the second quarter, also in the fourth quarter, but you managed to come back when it was important. At first, with this win, I think Bashkimi won the game, so we guaranteed the second place. And now we are looking the last game, maybe we finish first or second. The second thing, I don't believe, I think we controlled the game generally, absolutely in every part, except that we had made our personal mistakes that we supposed to not make it. So I believe tonight, I like my players, except personal mistakes, but generally as a team we play good. But we done what we practice. Yeah. Now, depending that you're one of the 2 teams and you're going to be directly in the playoff in the semifinals, the next game you have, maybe it will be a more relaxed game so you can prepare yourself for the playoff? Well, I don't
look like that. But mentally is relaxed because we are for sure we don't play quarter final. Whatever you do, that affects the players for sure. But I don't know. I would like to finish first if it's possible. So play against Bashkimi. You never know. So both teams are good. Both teams can win the game. We play against Bora, who is a very dangerous team. So we will give our best at Saturday to win the game if it's possible. If not, what can we do? For the end, can you expect another title from the most successful coach I don't know. after the war here? I expect every time title and every game to win. If the God give me, Shukurzoti. If not, again Shukurzoti. Coach, good luck in the playoffs. Thank you very much. See you there. Thank Ishim me trajnerin Beqiragi që lidhur me ndeshjen pra, normalisht para se të futeshim në intervistë, pak në shakoj i thash trajnerit se mendova se do të ishte ndeshja ndërtrohet për të mos thënë vetmja ku do ta përfundoje takimin i relaksuar, por ishte një shpërthim pasi është gjithmonë kërkon perfekcionizmin nga lojtarët e tij, trajnerë dhe atëherë kur kanë e përsi të lartë edhe në sekondat e fundit. Dhe pikërisht kjo dhe ishte ajo që përmendi trajneri se ishin disa situata ku bën gabime, marë parasysh që edhe pse kur e shikova më herët duket pasi kishte nisur pak më duket me vonesë, por nëse vetë se ka përfunduar ndeshja me fitoren e Bashkimit në kryeqytet, atëherë do thotë kemi të qarta dy ekipet e para. Kjo e vendos para një situate tani trajnerin dhe e Trepçës dhe Trepçën që në ndeshjen e fundit të sezonit pjesë të rregullt shkojnë më të relaksuar siç tha vetë trajneri për të përgatitur edhe për fazën e play-offit. Normalisht me qenë se kemi raport disa vjeçare dhe sa ishte tek skuadra tjetër e Yllit me trajnerin Beqiragi që dhe jashtë kamerave, pyeta kështu me dashamirësi se a mund të presim një tjetër titull, një tjetër trofe nga, siç thash, se trajneri më i suksesshëm pas luftës të paktën i huaj edhe që mos preken edhe trajnerët tanë lokal. Në fund sezonit trajneri thotë se tha do të shohim, gjithmonë nisemi për trofe, varet edhe nga forca tjera, të them kështu në një mënyrë, por edhe nga fati i play-offit. Do qetë gjithsesi duke parë se si u mbyll pak a shumë edhe pse ka edhe një xhiro deri në fund të pjesës së rregullt të sezonit, kjo pjesë e kampionatit me nuk dijeshin dy ekipet e para deri madje sonte kur tani po e bëjmë këtë dalje nga transmetimi. Pjesa e play-offit do të jetë gjithsesi edhe më e nxehtë me praninë edhe të shikuesve në për palestrat e Kosovës. Nga palestra Karagaç, me një atmosferë fantastike, në komentimin dhe intervistat isha unë Agon Radonici, ndërsa deri në transmetimet e radhës, natën e mirë.